Vrasja e biznesmenit Mondi Mahalla të dielën e Elbasan po shkon drejt zbardhjes së plot. Policia ka identifikuar 2 autorët e ekzekutimit mafioz, Marcelo Arani dhe Armando Cola, të cilët janë shpallur në kërkim. Ndërkohë që në pranga është vënë ish ortaku i Mahallës në biznesin që ai kishte me taksit, Gino Ago. Policia thot se Ago është i dyshuar si bashkëpunëtor në krim dhe akuzohet për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municionit. Gino Ago në deklaratën e dhënë në polici ka gënjur kur është pyetur se ku ndodhej në momentin e vrasjes së Mahallës. Po ashtu në pranga ka rënë edhe Kujtim Pisha, 52 vjeç, roje e karburantit të Mondi Mahallës për veprën penale mos kallëzimi krimit. 2 ekzekutorët Marcelo Arani, 32 vjeç, banues në Elbasan, i cili ka patur mas siguri arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, dhe Armando Cola, 35 vjeç, banues në Laç, akuzohen për veprat penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve dhe municionit, si dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Policia thot se ka arritur të zbardhë të gjithë mekanizmin e ngjarjes, të dokumentuar edhe me pamje filmike, ndërsa janë sekuestruar dokumenta shitblerje automjeti, 3 celular dhe 2 DVD. Një ditë më parë, policia arrestoi edhe Naldo Gjinin me origjinë nga Lezhë, i cili ishte parë ditët e fundit duke qarkulluar me makinën tip Audi që përdorën autorët në ekzekutimin e 43 vjeçarit. Automjeti rezulton në pronësi të subjektit të viktimës që jepte makina me qira. 43 vjeçari u qullua sapo kishte dalë nga zyra në karburantin e tij Xhaxhi Oil dhe sapo u fut në automjetin Range Rover. Autorët e qelluan disa herë me pistolet, ndërsa 2 prej plumbave e prekën në kokë. Pas ngjarjes së rëndë, ata u larguan me makinën Audi, e cila u gjet e djegur në fshatin Mirak bashkë me një pistolet brenda.